Jam sot para jush të shpreh falënderime dhe mirënjohje në emrin tim dhe në emrin e familjes time për mbështetjen dhe kurajen që na keni dhënë për atentatin ndaj meje. Përmes kësaj preskonferencë, do të doja që të shpalos vërtetën mbi rastin e tentimvrasjes sime. Në lidhje me lajmet që janë përcjellë kohët e fundit në rrjetet sociale, media televizive dhe nga organet e rendit që kanë të bëjnë me plagosjen time, unë doktor Zikria Shahini, gjej detyrim moral dhe profesional që të reagoj publikisht dhe të sqaroj për opinionin. Ashtu siç e paraqita në profilin tim personal pak më parë, edhe në deklaratën time para organeve hetuese, ja edhe sot para opinionit të gjerë, deklaroj se nuk kam njohuri për motivet e këtij atentati. Nuk kam përshtatje të pasqaruara me askënd, askuj nuk i kam senuar jetën e tij, privatësinë e tij apo diçka tjetër. Tërësisht i hell të pabazës dhe pavërteta pretendime se pas këtij akti qëndron zoja ime Arieta Atili. Andaj urgjentisht kërkoj nga organet hetuese që të sqarojnë situatën me rreth zonjës time të përfshirë në këtë rast, nga ana e tyre duke respektuar privatësinë tonë familjare e veçanërisht imazhin e zonjës. E tërë kjo që u përcoll në opinion janë shpifje të pastra të cilat synojnë të dëmtojnë reputacionin tim personal, familjar dhe profesional. Ky rast për fat të keq paraqitet me qëllime të qarta për të diskredituar mua dhe familjen time, si dhe të krijojnë konfuzione në opinionin publik. Kërkoj nga organet e rendit dhe ato të hetuesisë e bëj apel që të merren me zbulimin e të dishuarit të vërtetë të rastit, e jo këtë rast të paraqisin si mosmarrëveshje apo ngatrim familjar. Nga po që të ishte ashtu sikur u paraqit në opinionin e gjerë, atëherë unë kur nuk do të bashkëtoja me zonjën në fjalë. Falë Zotit zoja, bashkë me dy vajzat e mia janë gjallë, shëndosh e mirë në shtëpinë time në fshatin Suçan. Për hir të njoftimit të drejtë, korrekt të opinionit, duke respektuar standardet profesionale dhe etike të informimit publik, i lut të gjithë media që ta publikojnë këtë sqarim. Edhe një herë kërkoj nga organet e ndjekjes që të merren me zbulimin e kryerësit të vërtetë të këtij atentati, duke e vënë në dispozicion bashkëpunimin tim çdo herë kur ta kërkon nevoja, që ndihmoj në zbardhjen e këtij rasti. Ka se edhe unë vetë personalisht jam i interesuar që kjo çështje të merr epilog sa më shpejt, dhe e vërteta të del në shesh. Apel edhe politikës që ngutet para organeve kompetente për të paraqitur këtë rast si ngatres familjar, jo vetëm rastin tim, edhe të gjithë rastet e këtij tilla, të mos i shenë në cilën e përfitimeve poenave politik. Mund në këto momente të zhvillimit të fushatës parazgjedhore me rastin e zgjedhjeve lokale.